Ervin, të përshëndes, çfarë të dhona shka grupi jetimor për sendet personale të autorëve të dyshuar dhe sa afër janë ato zbulimit të autorëve? Si duket disa ditë pas atentatit me 4 të plagosur pikërisht në vendin e ngjarjes ku ne ndodhemi momentalisht në hyrje të zonës së Lundrës, hetuesit kanë tashmë në duar disa prova ku si duket nga sendet personale që u kanë rënë dhe disa sende që dyshohet si janë të autorëve janë gjetur disa gjurmë biologjike të cilat janë dërguar në laboratorin e policisë shkencore dhe po kryen edhe krahasimet nëse do të kemi apo jo gjetjen e një ADN-je të mundshme çka mund të sillte edhe autorët e dyshuar. Dua të theksoj se vendi pra ku janë gjetur këto sende ku po kryen edhe analizat janë pikërisht pas krave të mi ku mendimin e operatorit tonë do të shikojmë edhe vendin pra ku dyshohet se kanë qëndruar dy autorët e dyshuar me motorin e tyre, është edhe një gardh metalik me rrjet metalike që si duket është shembur ndoshta nga tentativa për të fshehur e dy autorëve ku pikërisht në këtë vend kanë pritur edhe automjetin tip G klas që më pas e kanë qelluar me breshëri automatiku për të paktën 33 plumba dhe më pas janë larguar për në drejtim siç mund ta shikoni nga këto pamje të unazës së madhe dhe më pas me të njëjtin motor janë larguar në zonën e Mulletit ku edhe e kanë djegur. Ndërkohë, duhet të theksojmë edhe itinerarin që kanë djegur autorët e dyshuar, të paktën që kanë lëvizur me motor dhe që dyshohet se janë ndihmuar edhe nga një grup tjetër që i ka sinjalizuar për lëvizjet e makinës, të paktën kanë zbuluar hetuesit edhe itinerarin ku rezulton se fillimisht janë parë në fshatin Arban disa kilometra nga vendi ku ka ndodhur edhe atentati, më pas është drejtuar për në Vishje, për në Picall, në zonën e Saukut, ka dalë pra në një kamër sigurie në zonën e liçenit të Farkës dhe është futur vetëm pak metra më tutje një rrugë që njihet rruga e Agallarëve dhe ka përfunduar pra motori pikërisht në këtë vend pas krave të mi, ku ka pritur për disa minuta të paktën siç rezulton edhe nga ajo se çfarë është përftuar nga grupi hetimor dhe ka qelluar në drejtim të automjetit tip G klas ku fatmirësisht nuk patëm viktima, por patëm një dëm me 4 persona të plagosur, ku të paktën një prej fëmijëve 11 vjeçar vijon të jetë në gjendje të rëndë pavarësisht se është larguar jashtë vendit për kurim më të specializuar. Ervin, me provat materiale që ka arritur të gjej policia, çfarë thot grupi hetimor? A është më afër zbardhjes së kësaj ngjarjeje? Sigurisht tashmë me këto prova duket se mund të kemi edhe një autor të dyshuar në rast se do të kemi përftimin e gjurmëve të ADN-s apo edhe përftimin pra krahasimor që do të bëhet nëse kemi apo jo me ndonjë person që ka precedent të mëparshëm penal apo edhe me persona që janë të përfshirë në ngjarjet mëparshme kriminale dhe sigurisht kjo do të çonte në identifikimin e autorëve të dyshuar dhe më pas sigurisht zbardhjen e këtij atentati nëse do të kishim edhe një arrestim të tyre. Faleminderit Ervin Tjeka për raportimin.